kërkoni dhe shikoni se çfarë i kanë thënë Fatos Nanos me libër shtëpie. Nuk i kanë lënë njeri rreth e rrotull familjes tij pa ja bërë katran. Zorë se do shikoni që Fatos Nanos këtë lënë pas përgjigje të njëjtit nivel. Dhe merrni dhe historinë time. Një histori ku, më falni që po e kujtoj, por histori ku ka pasur edhe gjak. Po e kam kokën e madhe. Dhe shikoni se çfarë nuk është thënë dhe se sa shumë është thënë për të gjithë robët e shtëpisë time. Nuk keni për të gjetë dot një herë të vetme që unë t'i jem kthyer me robët e shtëpisë vet atyre. Po jo sepse ne jemi më të butë, jo sepse ne nuk dim, por sepse ne jemi qytetar të Europës në radhë parë një herë këtu në shpirt, pastaj jemi edhe europian këtu në mendje. Ne jemi qytetarë të Europës, ne socialistët, edhe kur jemi në majtë maleve, edhe kur jemi në fund, në cepin më të largët të Shqipërisë. Qytetarin më europian, dhe e them pa asnjë egzagerim, në të gjitha qindra e mijëra, kilometrat e mia xhiro rreth Shqipërisë në gjithë këto vite, e kam gjetur mbi 100 vjeç në Kalan e Dodës. E di shumë mirë Ulsiu bashkë me disa të tjerë që kemi shkuar atje. Dhe pse them qytetarin më europian? Sepse ashtu si fliste ai për çfarë duhet bënte, në atë kohë ishte dialogu me Shqipërinë, çfarë duhet bënte Partia Socialiste dhe si duhet sillej me shtetin, shumë zor ta dëgjosh si leksion në një universitet. Ai ishte atje, por ama ishte europian në shpirt dhe ishte edhe në Europë në mendje. Dhe për të ardhur tek rrëmuja dhe tek hakmarrja, çfarë na dallon si dy botë me tjerët ne këtu në skenën politike shqiptare. Na dallon pikërisht dëshira, pasioni dhe vullneti për rregullin dhe angazhimi i paepur për shtetin e së drejtës, për drejtësinë me çdo kosto. Cila forcë politike do ta bënte ato që ka bërë Partia Socialiste? Se po ta bënte do e kishte bërë që nga 1912. Cila forcë politike mori përsipër që të dorëzonte pushtetin gjyqësor tek prokurorët, tek gjykatësit dhe të tërhiqej nga ai territor duke ndarë në realitet ato që kushtetuta e ka ndarë prej kohësh në letër. Demokracia nuk funksionon nëse nuk ka 3 pushtete të ndara. Dhe ne po bëjmë demokracinë të funksionojë pavarësisht të gjitha vështirësive dhe pavarësisht të gjitha kostove. Prandaj edhe kush na hidhet në fyt duke na treguar se sa veta u burgosën, e sa veta u hetuan, e sa veta janë të përfshirë këtu e janë të përfshirë atje. Dhe pastaj habitet kur del rezultati nga kutitë e votimit, është kaq imbecil sa nuk kupton që populli shqiptar në shumicë, duke qenë një popull europian në shpirt,
dhe në Europë në mendje e kupton që të gjitha këto janë kostot e një ndërmarrje historike që mund ta bënte dhe mund ta bëjë vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. E kuptojnë që këto janë prova që drejtësia që ne po mbështesim që të ndërtohet nuk është lojë, është reale. Dhe kur një pushtet pranon të goditet nga një pushtet tjetër si pushteti i drejtësisë dhe nuk reagon për ta shkelur me këmbë siç mund ta kishte shkelur dhe siç e ka shkelur me dhjetra vite, atëherë rruga e vendit është rrugë e sigurt, rruga e lirisë është rrugë e sigurt, rruga e të drejtave dhe e barazisë para ligjit është rrugë e sigurt.